Në qoftë se do kishe një këshill për gjithë ata të cilët fotografohen, se si të dalin mirë në foto, ku duhet të shohin, kamerat janë këto, pozicionimi, sa larg duhet jetë fotografuesi, çfarë këshilla shke? Përmes një telefoni gjithmonë. Ka shumë mundësi, ka shumë alternativa se çfarë mund të bësh me telefon. Ndoshta ndonjëherë të kalon dhe aparatin, janë ca gjëra që aparatin nuk i bën dot. E vërtet. Gjë kryesore e parë është këndi. Me këndin nis çdo gjë. Pa vajt te drita ndoshta akoma. Perspektiva dhe pastaj drita vjen atë. Ka njerëz që për shembull shqetësohen se s'kam dalë mirë, pse s'më dalin tiparet, unë jam më i mirë apo më mirë live se sa foto. Ku duhet shohin, në cilën pjesë të telefonit duhet shoh? Kryesisht duke parë se çfarë foto po bën. Ka 3 kamera aty, 3 lente të ndryshme. Nëse po bën foto wide, normalisht e njofton. Nëse po bën foto standarde dhe portret, pastaj secila nga ato mund duke i testuar e kupton se pra duhet të shohim lentën, syrin e kamerës. Secilën lente. Dhe këndi i telefonit duhet të jetë gjithmonë drejt, sepse zakonisht shohim me cep, shohim këtë lëvizjen. Po, këtë kështu. Gjithmonë 90 gradë. Ose kështu. Në fotografi